Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falen ndihmë krijoj. Të ndershëm vëllezër, besimtari friksohet nga dënimi I Allahut subhanahu wa taala, mirë po shpreson edhe të mëshira Allahut subhanahu wa taala. Sot ligjërata është ose do të quhet mes frikës dhe shpresës. Frikë ndaj Zotit, mirë por shpresë te Zoti dhe mëshirë te ose nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an thot: "Yad'unana rahban wa rahba." Ata na lusnin me shpresë dhe frikë. Do të thotë ne kur të drejtohemi Zotit, I drejtohemi me frikë dhe me shpresë se ka në me na pranu lutjen dhe dua. Pastaj thot në Kur'an, Allahu fuqiplot, nebbi ibadije enni ana al-ghafurur rahim. Njoftoj njerëzit ose robërit e mi se unë jam ai I cili fali dhe unë jam ai I cili mëshiroj. Kështu thot Zoti. I drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe I thot: tregoj robërve, njerëzve, se unë jam ai I cili edhe I fali, edhe I mëshiroj njerëzit. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Mirë po, njerëzit nuk guxojnë më haru se Allah subhanahu wa taala thot: mirë po dhe dënimi im është dënimi më I madh dhe më I dhimbshëm. Do thotë Allahu është mëshiruesi më I madh dhe është dënuesi më I madh. Të dashur vëllezër, mirë po besimtari, muslimani nuk e humb balancën, nuk e humb mesin, nuk e humb baraspeshën. Muslimani nuk e humb atë rregullin e jetës së vet. Pse nuk dëshpërohet besimtari dhe muslimani nuk dëshpërohet nga mëshira Allah subhanahu wa taala, por edhe nuk ndihet I sigurt nga dënimi I Allahut. Tash ne si njerëz asnjëherë nuk guxojmë me thonë, ndoshta Allahu nuk na mëshiron. Jo, kjo gabim. Secilën herë kena me mendu se Allah ka me na mëshiru dhe ka me na fal. Mirë po jo me t'jetë sigurt. Nuk ka siguri. A mundet me thonë dikush unë jam I sigurt se Allahu nuk më dënon? Jo, nuk ka siguri. Do me thonë, mos e largoni nga mendja juaj dhe nga zemra juaj mëshirën e Allahut. Mirë po, mos e largoni nga mendja juaj dhe zemra juaj dhe se Allahu mundet me na dënu. Zoti në Kur'an thotë, të ndershëm vëllezër, innehu la yey'esu min rauhillahi illa al-qawm al-kafirin. Do me thonë shqip, asnjë njeri nuk guxon me humb shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala përpos ose përveç popullit jo besimtar. Nëse besimtar nuk guxon me bile me na shku mendja se Allahu nuk na fal. Jo. Neve duhet me na shku mendja dhe duhet me besu fort dhe mirë se Allahu na fal. Mirë po edhe tjetra, që askush nuk e ka siguru vetën nga dënimi Allahut, Zotin Kur'an thot: efe eminu makrallahi, a mos u siguruan ata nga dënimi Allahut? A e ka siguru vetën dikush nga dënimi Allahut? Askush. Askush nuk mundet me pretendu se mu Allahu nuk më dënon. Sa do që jemi besimtar të denjë dhe të mirë, se Allahu me mëshirën e vetë I vendos punë. A janë frigu pejgamberët dhe njerëzit e devotshëm nga Allahu xhaleshanu? Po. Nuk ka pejgamber që nuk është frigu nga Allahu.
Mirë po nuk ka pejgamber që nuk ka shpresu te mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu." Pasha Allahun thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë jam më së shumti ai I cili I frigohem Zotit dhe njëkohësisht jam më I devotshëm prej jush. Më thonë nëse krahason Muhamedit në Islam ai me një janë e këtë tjetër me një janë. Sa I përket devotshmërisë. Mirë po prapë thot unë më së shumti I frigohem Allahu subhanahu wa taala, edhe pse jam më I devotshëm prej jush. Omeri radiallahu anhu thot: po që se thëriste dikush nga qielli edhe thoshte të gjithë njerëzit kanë me hinë xhennet përpos një njeri. Omeri radiallahu anhu tha: unë do të friksohesha se qaj një mos jam unë. Para me dhe Omeri radiallahu anhu sa është friksu nga Zotë, edhe pse ka qenë pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e Abubekrit ka qenë më I devotshëm Omeri radiallahu anhu dhe më I drejtë. Ama kështu ka thonë, me qenë se krejt njerëzit janë garantuar që në xhennet krejt, veç njëri s'ka me hinë xhennet. Omeri tha: vallahi kisha gajle se ndoshta mundem me qenë. Por atë shkak të ndeshëm vëzër, ti friksojmë I Zotit, mirë po të shpresojmë të mëshira Allahu subhanahu wa taala. Secili prej nesh është mirë të shpreson të Allahu, sepse përndryshe nuk ka kuptim jeta. Zotën shpresa e mban njeriu të gjitha aspektet, edhe në aspektin shëndetësor, për shembull kemi një smundje, shpreson se kemi u shëru, edhe ajo të mban. Kalojnë muaj, vite. Ne kemi njerëz që janë sprovuar me lloj-lloj smundje me vite, mirë po shpresa I mban, mos po shërohen. Edhe ne e jetojmë jetën tonë duke shpresuar se Allahu ka me na çuar në xhennet. Përndryshe nuk ka kuptim atëherë pse jetojmë. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa rahmeti wasi'at kull shay." Thot mëshira ime ka përfshi gjithçka. Mëshira Allahu subhanahu wa taala nuk qëndron vetëm mbi njerëzit, po mbi të gjitha krijesat. Qofshin kafshë, qofshin gjinne, meleke, kështu më radhë. Do të thonë gjithçka që ekziston dhe ka kriju Allahu, secila krijesë ka mëshirën Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Zoti në Kur'an thotë, të ndershëm vëllezër: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim." Thuaj, o robërit e mi, që e keni tepruar ndaj vetes, mos e humbni shpresën te Allahu subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Po në meni lodh, po në meni mundu, ama mos e humbni shpresën te Allahu subhanahu wa taala. Të dashëm vëllezër, do të tregoj një histori të shkurtër për Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad është prej alimave dhe njerëzve më të devotshëm që I njeh historia islame. Përpos Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët ose Khulafa ar-Rashidin. Fudail ibn Iyad I tregon historinë e tij fatkeqësisht kur ka qenë I ri, 10 vjet deri në 15 vjet, pak më shumë, ka qenë vjedhës. Jo I udhëzuar, ka pak I ka prek njerëzit nga për xhepa. Ja ju kanë dashur pare. Merr njërit e merr tjetrit. Mirë po një ditë ose një natë prej netëve e ndëgjon një ajet duke e lexuar dikush
ku thot Zoti në Kur'an alam ya'ni lilladhina amanu, a nuk ka ardhur koha an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi, a nuk ka ardhur koha që zemrat e njerëzve t'i frigohen dhe të jenë të devotshme për Allah subhanahu wa ta'ala, ose kur të përmendet Allah subhanahu wa ta'ala zemrat e tyre pak të tërqethen. Atëherë Fudail ibn Iyadi në të kohën e vet i Siri, kur ndëgjon këtë ajet ja nis me qartë. Edhe thot, po o Zoti im, kështu i përgjigjet Zotit, thot po o Zoti im, ka ardhur koha. Të ndershëm vëllezër, u pendu. Fudail ibn Iyadi pendohet. Do të thonë bjen shkak dhe sebeb ajeti që lexova, pendohet. Edhe pastaj fillon edhe voti devotshëm, mirë po fillon edhe të nxen dituri. E ka pas edhe atë. Është më dietari më i madh edhe njeriu më i devotshëm. Sepse dituria nuk shkon me disim na gjuhën tonë me haram. Nuk shkon edhe i ditur edhe i padrejt. S'ka kuptim. Nuk shkon edhe i ditur edhe mos respektues. S'ka kuptim. Para mendoj Fudail ibn Iyadi edhe vjedhës edhe alim. Nuk shkon. Nuk mundet alimi, profesori i mirënjohur, ama pas ka vjedh. Nuk shkon. Vallai nuk i ka hije. Nuk lidhen. Por atë shkak të dëshëm vëllezër, Allah subhanahu wa taala njerëzit që i don edhe i udhëzon. Edhe Fudail ibn Iyadi u udhëzu, edhe pastaj vazhdoi me punën e tij derisa vdiq, duke i thirrë njerëzit në fenë Allah subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, kur duhet të dominoj friga dhe shpresa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: la yamutanna ahadukum ose ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jall. Mos vdes askush nga ju përpos se të ketë mendim të mirë për Allahun fuqiplot. Pasha Allahun me qenë edhe njeri më i keq në botë. Kush e di sa gabime me pas. Mos gabon me adorzu Zotit shpirtin e me mendim të keq të Zotit. Sa Allah është i mëshirshëm. Wallahi Allah të mëshiron dhe habitesh. Mirë po, është mirë mu pendu dhe mu largon nga gjënat dhe nga veprat e liga. Mirë po nuk guxojmë me pas mendim të keq për Allahun. E ke bën një gabim, ja për mu s'ka shpëtim, mo Zoti ka më dëmë, ja gabim o kjo. Ka shpëtim edhe për ti edhe për mu edhe për të gjithë njerëzit kudo që janë. Të ndeshëm vëllezër, duhet një balans ta kemi në jetën tonë e para. Ajo balanca ai mesi, si mundet me qenë mesi ndërmjet frikës dhe shpresës, ose frikës dhe mëshirës Allah subhanahu wa taala, pendimi vazhdueshëm. Është mirë pas secilit gabim mu pendu. Zoti thot: tubu ila Allahi jami'a, ose wa tubu ila Allahi jami'a, dhe pendohuni të gjithë te Allah subhanahu wa taala. Për me pas në një mes në jetën tonë, është mirë ta mendojmë se si kena me përfundu, si kena me vdek. E njërën bazë të veprave edhe vdekjen du të me prit. Shembull, e ke pas një jetë keqe, 100%, me vite, edhe ti prit me vdek në xhami. Asë njerës ke hinë xhami. Po, në me në xhami. Ama jo pas xhami, për para xhamis. Ta falmi xhenazën, ta lojmë xhenazën, ta falim. Se e kena obligim. Ama në xhami sën hin edhe me dash. Pse se balancuesin atë mesin si ke. Ka njerëz, më të vërtetë, ju ik dënhen në namazi, e falin, dënhen se falin, ama parë xhami se lanë. Ama ka disa, wallahi,
pasha Allahun, nuk shkel kamba e tyre në xhami. Fatkeqësisht jam duke folë për njerëzit që i njohim. Por edhe për ata që si i njohim duhet më mërzit. Ama për ata që i njohim ende më shumë duhet më mërzit. Çfarë balancuesi ka ai? Asgjë. Ama prapë edhe ai nuk duhet me humb ose me mendu keq për Zotin, po duhet me mendu mirë për Allahu subhanahu wa taala. Të ndershëm vëllezër, inshallah Zoti na bën të mundshme me përfundu mirë, se për me përfundu krejt kena me përfundu. Është mirë me lut Zotin, me thonë o Zot, ma jep një përfundim ose një vdekje të mirë. Dhe treta, shpresa në faljen Allahut fuqiplot. Shpresa, secili prej nesh nuk guxon me humb shpresën se Allahu ja fal. Sa do që është gabimi i madh. Sa kodra Uhudit, sa kodrat e tona rreth që i kemi rreth e përqark Shkupit, merrev këtë vod në Kodre Madha, Mali Madh, merrev Karadakin njësoj, merre Sharin atje njësoj. Sa kodrën e tjetë begabimi i madh. Mos mendo se Allahu nuk ta fal. Ama jo me bon, haqë se Zoti ma fal, me e bon një gabim më të madh. Jo, këtu ai problemi që do njëherë ne atë sqanimin ose e bëjmë gabim ose nuk e sqarojmë si duhet. Pse Zoti i fal gabimin, do të thonë që ti se balancin se ke, mesin se ke. Tash, edhe te njerëzit, edhe me njerëzit. Unë nëse ta kom fal njerë të mos ma ban tash, unë ta kom bëh Allah të gabimin ma shtove. Jo me paksu e shtove. Që edhe njerë po ta bëj Allah, tretën herë. Si thonë e treta e vërteta. Të njerëzit kjo, për njerëzit. Ta Allahu nuk ka e treta e vërteta. Ta Allahu 100 milion herë mja gabu ta fal. Ta fal Zotit. Por pos shirkut që nuk e fal. Mirë po, nuk guxem ne e kom bo gabimin natën, pendohem ditën edhe pas të prap nesën natën, njësoj. Jo, duhet me pos një mes. O shmirat pendimin që Zoti ka me në pranu, inshallah në pranon pendimin, pas të e më bo më të mirë, më të devotshëm dhe më të drejtë. Të deshëm vëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu fuqiplot gëzohet më shumë për atë që është pendu se sa ai. Shembull, unë e kam bo një gabim edhe pendohem. Por në unë jam i gëzuar që jam pendu. Ama Allahu gëzohet më shumë se unë për pendimin tim, para mendoj. Sa i mëshirshëm o Zot. Edhe pse prej 100% mëshirës që e ka Zoti, vetëm 1% e ka zbrit mbi krijesat e veta në këtë botë. Njerëzit edhe tjerët. Vetë 1%. Edhe sa Zoti na mëshiron. Si shembull. E po atje në Venezuelë, çfarë tërmeti. E po. Atje ka ndodhur tërmet, neve dysi na hin frikët tu. Po. Me njerë për një 5 minuta kitë ma musliman bëndë. Ashtu o krijesa e njeriu ashtu. Kur ta analizojsh, Allah e ka mëshiru atë vend, vallah e ka mëshiru. Pasha Allah e ka mëshiru. Se informatat i lexova 170 vetë, 200 vetë. Zekon, do është ashtot numër, 300, 500. Pa ka pas mundësi Zoti me bënd mundës me 500.000, 1 milion me vdek, vallah po. E banë edhe hiç, askush mundet me i dhonë o Zot pëse e bane. Hiç, bile as nuk shkon mendja mu marë me Zotin, nga friga. Dhe me thonë, Allah subhanahu wa taala i mëshiron o vëllezër, edhe njerëzit që nuk janë musliman. Ku do që janë? E mos flasim për njerëzit që janë musliman, edhe janë të devotshëm. Po në fund, Ibni Qayyimi rahimahullah thot, zemra se cilit njeri në udhëtimin dhe Allah subhanahu wa taala i ka dy, ose është si zogu. Ai zogu që flituron me dikra. Krahu ose dashuria ndaj Allah subhanahu wa taala është koka e zogut, ndërsa friga dhe shpresa të Allah subhanahu wa taala janë krahët që e mundsojnë me fluturu. Do me thonë nëse dashuria ndaj Zotit o koka,
atëherë krahët janë friga ndaj Allah subhanahu wa taala dhe shpresa. Të dashur vëllezër, inshallah Zoti na bën të mundshme të vazhdojmë jetën të drejtë, të sinqertë, të devotshëm, por nëse kemi ndonjë gabim eventual, inshallah Allah na fal. Mirë po, askush nuk na ndalon mu pendu. Inshallah Allah na uza e të gjithë së bashku në xhennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.